Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët na kanë mbajtur të fshehtë, futeni këmbët në ujë me sodë dhe do befasoheni nga ajo që do të ndodhë. Kujdesi për këmbët është thelbësor për shëndetin ton, por shpeshherë ai neglizhohet. Megjithatë, një ilaç i thjeshtë dhe tepër efektiv në shtëpi mundet që të bëjë ndryshimin. Larja e këmbëve me krip dhe sodë buke e rekomanduar nga mjekët. Kjo metodë jo vetëm që është e lehtë për t'u aplikuar, por sjell njëkohësisht edhe shumë përfitime për shëndetin e këmbëve. Përfitimet e larjes së këmbëve me krip dhe sodë buke: veprim antiseptik dhe dezinfektues. Gjithashtu ajo ndihmon në largimin e baktereve, veçanërisht kur veshim këpucë të mbyllura për orë të tëra. Deodorant natyral. Soda e bukës neutralizon aromat e pakëndshme duke rregulluar pH-in e lëkurës dhe duke zvogëluar djersitjen e tepërt. Eksfolim i lehtë. Zbut lëkurën e fortë dhe ndihmon gjithashtu në largimin e qelizave të vdekura duke i bërë këmbët tuaja më të buta. Relaksim dhe lehtësim lodhjeje. Zhytja në ujë të ngrohtë me krip dhe sodë zvogëlon ëndjen dhe përmirëson qarkullimin e gjakut ideal pas një dite të lodhshme. Parandalon infeksionet. Falëve antimikrobike ndihmon në ruajtjen e shëndetit të këmbëve dhe parandalimin e infeksioneve korpudhore si këmba e atletit. Zbut kallot. Është efektiv për zbutjen e kallove dhe themrave të çara, duke i bërë ato më të lehta për t'u hequr. Si të përgatisni banjën për këmbët me krip dhe sodë buke. Mbushni një legen me ujë të vakët sa për të mbuluar këmbët. Shtoni aty 2 lugë gjelle me krip të trashë dhe 2 lugë gjelle me sodë buke. Përzieni mirë derisa ato të treten plotësisht. Më pas, ajo çfarë ju duhet të bëni është që t'i përzieni mirë dhe të zhytni këmbët për 15 deri në 20 minuta. Thajini mirë dhe më pas aplikoni një krem hidratues për të ruajtur butësinë e këmbëve tuaja. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se gjithmonë duhet të përdorni këto receta të paktën 1 deri në 2 herë në javë për të mbajtur lëkurën e këmbëve të pastër, të shëndetshme dhe të butë, veçanërisht nëse keni djersitje të tepërt, kallot ose lodhje. Nëse simptomat vazhdojnë ose përkeqësohen, konsultohuni me specialistët. Përveç këmbëve, kripa dhe soda e bukës përdoren edhe për eksfolim duarsh dhe të trupit. Të kombinuara me vaj ulliri ose me mjalt, ato largojnë qelizat e vdekura dhe gjithashtu e lënë lëkurën tuaj të butë. Shpëlarës goje natyral. Soda e bukës në ujë neutralizon erën e keqe të gojës dhe ruan nivelin e ekuilibrave të pH-it në zgavrën tuaj orale. Gjithashtu, banjë relaksuese për trupin. Shtimi i tyre në ujin e banjës do të relaksojë muskujt, përmirëson gjithashtu qarkullimin dhe ul nivelin e stresit. Lehtësim nga pickimi i insekteve dhe djegjet. Aplikohet si pastë, qetëson acarimet dhe njëkohësisht inflamacionin. Onikomikoza shkaktohet nga infektimi i thojve nga kërpudhat, të cilat i përkasin kategorisë së dermatofiteve dhe shumohen lehtësisht në duar dhe njëkohësisht në këmbë. Megjithatë, thonjt tuaj fillojnë të duken keq dhe ka simptoma shqetësues si eritema, heqja e lëkurës në zonën përreth, por si mund të merreni me të? Soda e bukës shërben për trajtimin e këtij problemi shëndetësor. Përpara se ne t'ju prezantojmë këtë trajtim me sodë buke për onikomikozën, është e rëndësishme të sqarojmë se rezultatet nuk do të duken menjëherë.
Ky produkt do të fillojë të luftojë këtë problem që në aplikimin e parë, por eliminimi i tij i plot nuk do të ndodhë brenda natës. Kjo është arsyeja pse duhet të jeni të qëndrueshëm në përdorimin e tij dhe njëkohësisht të ndiqni rekomandimet e nevojshme për të hequr qafe plotësisht problemin. Përveç kësaj, ne ju rekomandojmë që të përmirësoni vetitë e saj duke përdorur uthullmolle, një tjetër përbërës antimykotik me shumë përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Zakonisht të dy këto produkte, të cilat ju i keni në dollapin e kuzhinës ose që mund t'i blini me një çmim tepër të ulët, janë më efektive për sa i përket shëndetit. Materialet e nevojshme janë 6 gota me ujë, gjysmë filxhan uthullmolle dhe 3 lugë me sodë buke. Ngroheni ujin në një temperaturë të tolerueshme për këmbët tuaja. Zhytni uthullën e mollës dhe derdheni përzierje në një tas më të madh. Futeni këmbët në lëng dhe lëreni të zhyten për plot 15 minuta deri në 20 minuta. Më pas, thani mirë thonjtë dhe fërkojeni me një pastë sodë buke. Lëreni tulin që të veprojë për 10 minuta dhe më pas shpëlajeni. Masazhoni me lëvizje rrethore për të eksfoliuar sipërfaqen e thojtë dhe njëkohësisht lëkurën përreth. Përsëriteni këtë trajtim çdo natë derisa pamja e thonjve tuaj të përmirësohet. Ju gjithashtu mundet që të shtoni edhe pak lëng limoni ose peroksid hidrogjeni në sodën e bukës për të përmirësuar veprimin e saj antimykotik. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm në shumë përdorime të ndryshme, duke filluar që nga kuzhina e gjithë familja dhe banja. Edhe pse ne e përdorim atë për të fryrë brumin kur bëjmë ëmbëlsira në të shumtën e rasteve, ajo gjithashtu mund të përdoret për të hequr aromat e këqija nga tapetët, rrobat dhe sipërfaqet në shtëpi dhe ajo në mënyrë efektive zbardhë rrobat. Këto janë disa nga përdorimet e saj që ndoshta ju nuk i keni ditur. Eliminon djersitjen. Përdoreni atë për të bërë një deodorant natyral i cili do të mbajë sqetullat e tua më të freskëta për orë të tëra. Vetëm ju duhet që të përzjeni disa pika të vajit tuaj të preferuar esencial me 4 lugë sodë buke. Pastaj përdoreni këtë kombinim në sqetullat tuaja për të shkatëruar bakteret të cilat janë shkaku i erërave të këqija. Lehtëson gjithashtu erën e trupit. Shtoni një filxhan të vogël sodë buke në vaskën tuaj dhe lëreni në të paktën për gjysmë ore. Plotësojeni vaskën tuaj me shampo ose me produkte të tjera dhe më pas lyeni trupin me vaj. Për të zbutur lëkurën, përsëriteni këtë një herë ose 2 herë në javë. Lëkurë e butë. Shtoni pak sodë buke dhe sapun në ujë dhe më pas masazhoni këmbët dhe duart me këtë përzierje për të hidratuar lëkurën tuaj. Pastaj lajini. Thonjë të shëndetshëm. Gjithashtu aplikoni një përzierje prej 3 pjesësh të sodës së bukës me 1 pjesë ujë në thonjë për t'i bërë ato dhe kutikulat tuaja akoma dhe më të shëndetshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!